Jasi të zhdukni kollën dhe të pastroni mushkëritë nga gëlbaza në vetëm 72 orë me këtë recetë të gjyshes. Ekspertët kanë zbuluar një recetë shumë interesante dhe efektive sepse të gjithë ata që pinë duan dhe thithin ajër të ndotur kanë mushkëri me kapacitet të reduktuar dhe në një gjendje shumë të dobët të shëndetit të tyre. Sidoqoftë, kjo zgjedhje, e cila mund të jetë shumë e mirë në rastin tuaj, mund të lehtësojë edhe problemet tuaja të kollës. Duanpirësit dhe jo duanpirësit duhet të kenë edhe specialitet eliminimin e toksinave të grumbulluara në mushkëri si pasojë e mukosit të tepërt. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo recetë unike thjesht rigjallëron sistemin e frymëmarrjes dhe hap bronket. Përbërësit që u duhen në realizimin e kësaj recete sipas Bright Side janë: 2 lugë plur shafran indie, 1 rrënjë xhenxhefil në madhësi mesatare, 400 gram qep, 400 gram sheqer ose mjalt dhe 1 litër ujë filtruar. Pasi siguroni të gjithë përbërësit e kësaj recete, filloni edhe me procedurën e përgatitjes dhe përdorimit të saj. E vetmja gjë që ju duhet të bëni është të karamelizoni sheqerin, pastaj të shtoni ujin dhe e lini të tretet dhe të vlojë. Nëse përdorni mjalt, do ta vendosni në fund. Ndërkohë, qëroni dhe coptëzoni qepën në të 4 anët. Thjesht qëroni xhenxhefilin dhe e prisni atë imët. Shtoni të dy përbërësit në ujin e vluar. Pas 5 minutash, kur uji të ketë vluar, shtoni shafranin e indis, ulni nxehtësinë në pak dhe e lini lëngun që ta avullojë në gjysmë. Pasi lëngu të përgjysmohet rreth gjysmë litri, hiqni tiganin dhe e lini të ftohet pak. Pastaj kulloni dhe shtoni mjaltin. I përzieni derisa të tretet. Ruajeni lëngun në një shishe qelçi ose në kavanos. E mbani atë të sigurt në frigorifer. Çdo ditë një filxhan të kafes në mëngjes me stomakun bosh dhe 2 orë pas ushqimit në mbrëmje mund të merret si një lehtësues i kapacitetit të mushkërive, sidomos kundër problemeve të gëlbazës dhe të virozave. Përkujdesja ndaj mushkërive është një hap i shkëlqyer i cili mundëson edhe mbrojtjen e tyre nga komplikacionet e ndryshme. Në këtë video do të mësoni edhe për ushqimet që pastrojnë dhe detoksifikojnë më mirë këtë organ të rëndësishëm. Ndaj, nëse doni të përmirësoni kapacitetin e mushkërive, sigurohuni të zgjidhni recetat e duhura natyrale. Sipas Headline në këtë video do të rendisim ushqimet më të mira, të cilat duhet t'i keni pjesë të pandarë të dietës suaj edhe për përmirësimin e kapacitetit të frymëmarrjes. Në dietën tuaj mund të shtoni çajin jeshil, si një alternativë efektive për të përmirësuar kapacitetin e frymëmarrjes. Ekspertët rekomandojnë pirjen e të paktën 1 filxhan të ngrohtë me çaj jeshil përpara gjumit. Kjo do të ndihmojë të pastroni organizmin tuaj dhe mushkëritë nga toksinat, por edhe të ruani gjithashtu shëndetin tuaj tretës, duke mbajtur larg komplikacionet që i kanosen edhe shëndetit të mushkërive. Përdorimi i lëngut të limonit në përditshmërinë tuaj mund të jetë një alternativë vërtet e çmuar. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është shumë i pasur me antioksidant dhe acid folik. Pini ujë me limon çdo mëngjes me stomakun bosh dhe përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike edhe për mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe në lehtësimin e kapacitetit të tyre. Ekspertët thonë se lëngu i boronicës së kuqe ose lëngu i ananasit, të kombinuara ose veç e veç, mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese për kapacitetin e mushkërive, duke ju ndihmuar kështu edhe në lehtësimin e tyre. Këto fruta janë të pasura me antioksidant, dhe lëngu i tyre mund të pihet çdo ditë midis vakteve ose veç tyre, dhe kështu mund t'jap rezultate fantastike në lehtësimin e tyre dhe në përmirësimin e kapacitetit të frymëmarrjes. Lëngu i karrotës gjithashtu është një alternativë e çmuar, e cila mund t'jap rezultate fantastike për shëndetin e frymëmarrjes. Karrota është e pasur gjithashtu edhe me beta-karoten, vitaminën A, vitaminën K, vitaminën C, gjithashtu edhe vitaminat B. Lëngu i saj do të rrisë nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë treguar se
Karrota është një mundësi e shkëlqyer kundër problemeve të mushkërive, duke ju ndihmuar të përmirësoni kapacitetin e tyre. Xhenxhefili është një tjetër produkt i cili mund të ndihmojë drejt për së drejti edhe në kapacitetin e frymëmarrjes. Xhenxhefili është një aleat shumë i mirë kundër sëmundjeve të këqija. Ai lehtëson dhe eliminon sekrecionet bllokuese të mushkërive dhe mund t'i japë gjithashtu rezultatet e shumë pritura në luftën kundër shqetësimeve të tyre. Shtoni në dietën tuaj ushqime të pasur me antioksidant. Këto do t'jenë një mundësi e shkëlqyer e trupit tuaj në betejën kundër komplikacioneve të cilat i rëndojnë edhe mushkëritë. Antioksidantët që gjenden te këto ushqime do të ndihmojnë drejt për së drejti në përmirësimin e sistemit respirator dhe gjithashtu do të mbajnë larg edhe komplikacionet që i kanosen atyre. Shëndeti i mushkërive ka nevojë që të jetë më i fortë, me ndjekjen e mbajtjes së shëndetshme të dietës suaj, gjithashtu edhe në përmirësimin e ambienteve ku jetoni ose punoni, do ta keni më të lehtë të përmirësoni edhe kapacitetin respirator. Mushkëritë luajnë një rol shumë të rëndësishëm për trupin, të cilët mund të pengojnë gjithashtu edhe furnizimin me oksigjen dhe të largojnë dioksidin e karbonit. Sa më të pastra t'i keni mushkëritë, aq më e shëndetshme do të jetë edhe gjendja juaj jetësore. Dhe duke marrë parasysh se ato janë vazhdimisht në punë, është detyra jonë të sigurohemi që mushkëritë të punojnë si duhet dhe të kryejnë kapacitetet e plota të tyre. Nëse më herët keni menduar se mushkëritë nuk kanë nevojë për ndihmë që të kryejnë funksionet e tyre, atëherë mendohuni përsëri. Për shembull, kur ne thithim ajër, ne gjithmonë absorbojmë edhe toksinat e ambientit, bakterjet dhe gjëra të tjera të dëmshme që mund të shkaktojnë gjithashtu komplikacione në sistemin respirator dhe të krijojnë gjithashtu edhe probleme të mushkërive. Prandaj, sa më e shëndetshme të jetë edhe frymëmarrja, aq më pak probleme do të kemi në sistemin e frymëmarrjes. Këto janë arsyet pse duhet të mësoni të pastroni mushkëritë dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet respiratore. Sipas Brightside, duhet të praktikoni frymëmarrjet e thella si një mundësi për të vënë në punë si duhet shëndetin tuaj respirator. Ushtrimet me frymëmarrje do të mësojnë mushkëritë tuaja të zgjerohen në mënyrë natyrale dhe kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni kapacitetin e tyre. Kështu, duke përmirësuar kapacitetin e frymëmarrjes, ju do të përmirësoni edhe sistemin respirator. Merrni frymë thellë her pas here dhe kështu do të keni një kapacitet më të mirë. Hiqni dorë nga pirja e duhanit. Një tjetër mënyrë për pastrimin e mushkërive është lënia e duhanit. Vetëm imagjinojeni se sa e vështirë është edhe frymëmarrja natyrale me tymin e duhanit, të cilët mund të rëndojnë më shumë kapacitetin respirator. Nëse doni të përmirësoni mushkëritë tuaja, hiqni dorë nga duhani, pasi si dihet mund të ndikojnë negativisht në shëndetin respirator. Çaji i gjelbër është një mundësi që mund të praktikohet her pas here në dietën tuaj, si një zgjedhje mjaft e mirë lehtësuese kundër problemeve respiratore. Për pastrimin e mushkërive, mund të mbështeteni edhe te konsumi i çajit të gjelbër, por që antioksidantët e tij do të luajnë një rol parësor në lehtësimin e gjendjeve të rënduara të mushkërive dhe kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni sistemin respirator dhe të largoni gjithashtu të gjitha dëmet e mundshme që mund t'i kanosin atyre. Prandaj, përpiquni të rregulloni jetën tuaj, të përmirësoni kapacitetin e mushkërive dhe të lehtësoni frymëmarrjen duke ndjekur këto teknika mjaft të mira natyrale. Do të jetë një mundësi e shtuar për ju që të keni një frymëmarrje të lehtë dhe të mos vuani nga këto shqetësime, citon Elthisaj. Konsultohuni me mjekun nëse keni sekrecione të rënda me ngjyra të çuditshme edhe me aroma të rënda, pasi mund të jetë edhe për shkak të komplikacioneve të ndryshme që mund të keni. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.